Me thanë ta zgjojnë një dritë tjetër edhe një shpresë tjetër për jetën. Ka ndodhur kjo me ju vite më vonë, pasi takuat bashkëshortin? Unë para se të takoja bashkëshortin, kam humbë edhe nusën e vllaut. 35 vjeqe, ka rënë komë për një vit, ka lënë 3 fëmijë të vegjël, ajo ka një nga humbjet pas vllaut një humbje prapë e madhe, të kujtu rinin e saj, të i kujtu fëmijët më i madhe 9 vjeç, djali vajza 7, djali tjetër 5, do thot ka qenë një moment shumë i rëndë që unë çdo herë e kujtoj, çdo festë, çdo e një që aty në fëmijëve ju mungon dikush, sado që ne shprehmi dashnin, respektin, ndihmën për ta, do thot gjithmonë e di që aty në ju mungon diçka dhe po të mungoj nona është diçka që është e pazëvendësueshme. Fëmijët në moshë të vogël, një barë tjetër për familjen, jo vetëm kujdesin ndaj tyre, por edhe kumtimi edhe i lajmit edhe i mësimit të jetës pa nonën. Gjëja më vështirë që tingëllon edhe besa për ata që kanë përjetuar e dinë më së miri. Si ja dalët? Kush e mori, po themi, atë hapin e madhë për të qenë afër tyre, të tregoj për në vdekjen e nonës? Për vdekjen e nonës ju ka tregu vllau, dërsa për me ju qëndru afër, ju kam qëndru unë, si çdo herë, dhe gjithë familja, sepse afërsia familjes dë banë që ti muni ma mirë, me pas atë përgjegjësinë, atë ndërgjegjen që dikush është të qëndru me ty, dikush është besnik ndaj teje, pavarësisht sfidës që e kalon, dhe mosha atynve, është ka një moshë që nana edhe baba, se cili lunë një rol të rëndësishëm, po nana është ajo e pazëvendësueshmja, dhe ju kemi qëndru pranë dhe ju vazhdojmë ju qëndru pranë aty në fëmijëve, sepse mblesa nonës është një diçka që nuk zëvendësohet nga askush. Pavarësisht kujdesit, afërsisë. A kishte lënë ai porosi ajo? A kishte kohë për bisedu për të tilla? Si me thonë një përgatitje? Jo, sa ja ka qenë shumë e re, edhe për ne ka qenë e papritur, unë e bile basha ditë kur e ka pasat aksident ajo, unë e kam bisedu me to në telefon më mëngjes, kam qenë ftuar në një televizion në KTV për një projekt, dhe pasi që e kam përfundu intervistën, jam dëgju me to, dhe thot, kur ma mirë s'ka qenë, ajo është një moment që po përcaktohet nga dikush tjetër, dhe nuk është që ka lanë na i porosi, mandej na i në koma, dihet që nuk mundet me lanë as një porosi kërkujt, sepse është gjendje që nuk dihet a dhe ande gjanë, se për të folur nuk fletë. Si e kaloj, si e vazhdo jetën vllau? Për te ka qenë më rënda, sepse ti kesh 3 fëmijë dhe jeta duhet vazhdo, fëmijë të vegjël, duhet kujdes dikush për ta, me pru dikant tjetër në familje, ka qenë në rëndë, po me gjithat e kemi inkuraju, sepse dha i ri, ishte 35 vjeç fëmijët, e kemi inkuraju që të vazhdo jetën, të martohet, po gjithsesi të kujdeset për fëmijët, do thot porosia ja nuk kanë që fëmijët t'jenë primar. Si janë ata sot me shflasim? Mirë janë, djali është martu dhe vajza vazhdojnë studimet, djali i vogël është në punë, mirë. Janë bu fëmijë të mbarë që nëna uroj të jetë krenar. Po, gjithsesi, po unë po besoj që do t'i shoh nga qielli dhe do t'jetë krenar për ta. Vjen shumë mirë që të paktën keni arritur ta çoni, si me thonë, dëshirën e çdo nane, që fëmijët i ketë të rriten me shëndet edhe të rritën në rrugë të mbarë, ta kenë afërsinë e antarëve të tjerë familjes. Si dëshira se cilit prind është që fëmijët jenë në rrugë të mbarë edhe jeta të vazhdoj, pavarësisht asaj që neve na ndodh gjatë rrugtimit jetës. Për të vështira këtu dhe prandaj tani duke treguar gjithë historinë, duke e folur bashkë gjithë historinë, më bie akoma më shumë në vend ajo që thash në fillim, pavarësisht gjithë sfidave, nuk e haruar kur të jesh ajo zonja që do të ndihmoj të tjerët. Me gjithë rrugën paralele për të krijuar edhe vetë familjen tënde. Këtu vim tani tek njohja me bashkëshortin. Po, njohja ime me bashkëshortin ka ndodhur në punën ku unë punoj, ka qenë me një projekt, aty jemi njoft, edhe rrugtimi janë ka qenë i mirë, sikur për çdo çift që mendon të krijojë familjen, të bëjë një jetë sa do pak ekonomike të lehtë, sepse standardin Kosovës dihet, me një moment kur ne jemi martuar edhe kemi bën një standard, kemi pas djalin, në vitin 2014,
Gjatë rrugtimit, dikun moshën 2 vjeçare, djali filloi të mos komunikante me ato fjalë që i thashte, të kishte kriza, qajtëna, nuk dëshiroj ke ushqime. Si e pritët ju? Edhe cilat ishin Përveç që u silleshin në kokë, a kishit ndonjë shqetësim më përpara, ose në muajt e parë të tij të lindjes, të treguar nga mjekët, ndonjë sinjal? Jo, përveç se djali ka lind muajin e 8, nuk është që ka pas ndonjë problem gjatë zhvillimit, qoftë në moshën 2 mujosh, qoftë edhe me 1 vjet, të folërit, sikur çdo fëmijë, zhvillimin e të folërit e ka pas me kohë, për një moment filloi me humb të folërit, filloi mu ashpërsu, edhe për ne gjithsesi, si për secilin prind ishte shqetësim, po nuk është që e dishim se çka ka në fillim. Dhe endshmi, ku na shkoi ke mendja të secili mjek, pa pas një diagnozë të saktë e tij, me vonë e kemi dërguar në Tiranë. Kështu të bisedu me njerëz që të thumz, nuk po flet djali, po çan, po vazhdon me refuzu edhe ushqimin tani më. Edhe aty në Tiranë, pas qëndrimit një 3 javë, kemi mësu që djali është me autizëm, është shkallë lehtë edhe me ADH, edhe trajtimi me kohë, mos ndërprerja e trajtimit i ka rezultatet e veta, edhe kemi marrë rekomandim aty që të trajtojmë Prishtinë për shkak të shpenzimeve, të largësisë me Tiranën, të doktoresha Dije dhe Mimoza. Si të erdhi lajmi, Senata Hire? Unë kam punu në organizat dhe kam pa nga afër programin që bëjshin kolegët me viktimat seksuale të luftës, edhe a ditë kur dojshin ma dhanë informatën, morën mu s'pari, tha doj me bu një bised me ty. Edhe pri bisedës unë e pash që diçka nuk është e mirë, edhe kërkojsha me ngulm që ma shpejt ma thonë lajmin i cili do të ishte, po procedurat nuk ishin ashtu, edhe ato e bon një si seancë psikologjike dhe në fund të më thanë, dush mu bo e fort dhe duhesh mu balafaqu me çdo gjë. Shkon e letë dhe sëd, kur e kujtoj atë moment, më duke që ai objekti krejt kaloj mbi mu, po me gjithat kisha 2 rrugë para vetës. Qoftë bija në i depresion, qoftë bëhja shumë e fort dhe të luftoja për jetën e tij. Dhe ashtu bërë, kam përshtypjen zru dhe këtë të dytën, pavarësisht që si shte e lehtë ta bëje. Jo, s'ka qenë e lehtë, ka qenë me plot sfida, qoftë sfida ekonomike, financiare, qoftë sfida gjatë shkollimit, që gjë që si kam prit që institucionet përkrahin, kur një nën dhe një bab angazhohet që fëmijëve të tyre trajtohet, jetë si fëmijë tjerë, që shkon në shkollë, përkrahje institucionale çdo më qenë nivel. Po për shkak të angazhimit në punën time, të monitorimit projekteve, ma shumë e botën si pjesë politike, po me gjithat unë së dorëzova, sepse i kisha dhënë një premtim vetës a ditë që e kam marrë lajmin në Tiranë që çfarë do forme të jetë zhvillimi i lartë të do të jem pranë tij dhe do të betohem për te. Po gjithsesi, me krejt këto sfida edhe punën edhe angazhimin tim në shoqërinë civile ose qoftë kudo tjetër, që gjatë rrugtimit tonë muj me kalu mos ta ndërprej, sepse do të ndihmonte në aspektin psikologjik. Si shkoj më pas trajtimi i Leartit edhe pas sa kohësh a i tha fjalën e parë? Trajtimi i Leartit ka vazhdu me shumë sfida. Vetë ajo rrugtimi me arë në Prishtinë, më kthy ato kolonat e vitit 2016-2017 kur unë kam fillu trajtimin, i kanë qenë shumë të lodhshme, po me gjithatë unë si jam dorëzu. Fjalët e para i ka thënë në moshën 7 vjeçare. Ka thirrë mu për herë të parë dhe ka kërkuj. U shkon një lajm për mu ma fantastik në botë. Ma fantastik se çdo gjë, çdo arritje profesionale, që çdo gjë që kish mujt me ndodhe mirë, qoftë edhe që njerëz nga një herë marrin të mirë qenë paran, për mu ka qenë fjala e thënë nga Learti. Për mu ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë udhërëfimi, vazhdoj me këtë bindjen e fëmijëve tim, vazhdoj të ju ndihmoj edhe shumë prindve tjerë, sepse trajtimi me kohë, mosndarja i ka rezultatet e veta. Dhe unë sot jam shumë krenar, sepse djali është në klasën e 6. Është mirë? Është mirë, në anglisht, në matematik, thuja se është gjeni. Është nga një herë nervoz e ngacmoj në shok të klasës, është pak temperament, po me gjithat është i shoqënueshëm
ajo pjesa e rrugtimit normal në shkollë, nga njëherë jo krejt fëmijët janë që të mirë presin ose edhe gjatë zhvillimit normal, një fëmijë është pak ma atraktiv, mundet në lojnë a kështu, po me gjithat mirë. Si shkon me motrën? Mirë shumë, e donë motrën, motra kur ka ardhë njëtë, doktoresha Mimoza më ka thonë që me mirë as mirë si ka ndodhë Leartit, sepse do t'i ndihmoj gjatë rrugtimit ti, po me gjithat e përkraj, rrinë shumë gati. A kishe sa do pakat me rakon kur kuptove për shtatzanin e dytë, se si do shkoj, si do tjetë edhe një fëmijë i dytë, edhe mos do t'a marë, si me thonë, këtë përshindje në fokusit në përkujdesin e Leartit, a do të mund të rritën të dy, me gjithë dashurinë dhe me gjithë përkushtimin? Ka qenë sfidë vërtet shtatzania e dytë, po me gjithat du me falenderu publikisht, disa herë kom falenderu dhe vazhdoj me falenderu doktoresh Mimozën, sepse më ka këshilu gjithmonë, se nuk mundet me ndodhë të krejt fëmijët një fenomen që ka ndodhë të dikush tjetër, dhe më ka qëndru shumë afër, ajo ka qenë edhe përkrasja dhe shtytsja që unë kam hapë dhe një program për trajtimin e fëmijëve në klinë kuadrë të organizatës, gjithsesi edhe mirëpritja e kolegëve, ka qenë sfidë normal, sepse e kisha një fëmijë me kërkesa ndryshe që nuk falke, nuk kërkoj ke ushqim, u dashke me i bu disa ushqime, me ja qitë në tavolinë cilin e donte, po me gjithat unë s'kam hek dorë për me rrit vajzën edhe për me trajtu barabart me djalin, edhe pse gjatë jetës në fillimin e saj djalit i doli autizmi. Do thot për mu ka qenë njëjtë, sfid ka qenë, nuk është që s'ka qenë, po du me falenderu dhe bashkëshortin, sepse më ka përkra shumë, se edhe ai ka punu, po puna shoqëni civile është pak ma ndishme, kemi edhe shtun e djele, kemi aktivitete jashtë qytetit, edhe ka punu me fëmijë dhe bashkëshorti, edhe më ka ndihmu mu edhe në aktivitetet në punë të shtëpisë, sepse përveç se jenë punë, kur kthej e shtëpi keme hangër ushqim, keme u pastru si kur gjithë tjertë, edhe do thot ka qenë ndihmesa ma e madhe, sepse është marrë me Leartin, ajo është titja të cilën e kishte rekomanduar miku që shumë shpet gjatë ditës nxirret jashtë, ta reflektoj natyrën, të një natyrën, ka qenë sfiduse për bashkëshortin. Bashkëshorti edhe ai ka pasur sfida të tijat personale me shëndetin, a? Pasi ka fillu Learti të fol, ka mendu për një moment që s'do të përjetoj më ndaj kriz, ndaj përjetim të rënd familje. Mirë po ndodhi që edhe bashkëshorti me një aksident, unë bi kembën e majtë, po në atë periudhë të asaj mërzijet bashkëshortit, kam humbër vllahun e madh, i cili për mua dhe për krejt familjen, po dhe për krejt fshatin, ka qenë si kur baba. Do thot, ka ndihmu, ka përkra, ka këshilu si një babë, dhe unë edhe sot nuk pajtohna me vdekin e tij, sepse asnjëherë se kam dëgju që ka qenë smut. Asnjëherë s'ka pushut, gjithë i kemi thënë ullu se shumë ngarkesë punëve, asnjëherë s'ka pranu, do thot, është kanë shumë aktiv, e ka desht punën, e ka desht angazhimin, edhe sot ku shkoj, ku punoj, ka pak mirëm tash me kopsht. Se tash veç fëmijët kanë fillu më rritë edhe ai shumë ka punu me kopsht, pavarësisht edhe aktivitetit në punë që është marrë me kredi në finka, e ka desht edhe natyrën edhe punën, sot kur i punoj ato punën më kujtohet edhe nuk është që nuk mërzitëm, po e kam atë kurajën e tij që në ka këshillu gjithmonë vazhdoni. Pavarësisht jetës, sfidave të jetës, ju vazhdoni me punu, vazhdoni me kontribu për komunitetin, sepse ajo dhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin e zamrës është diçka që është e mirë, sepse për krejt sfidav, vazhdon me edhe me kontribu për komunitetin, është një farë lloj lehtësimi psikologjik, ndihmon gjatë rrugtimit, qoftë aspektit profesional, qoftë jetës personale. Më vjen shumë keq, edhe për vllahun, po edhe për bashkëshortin. Aksidenti i bashkëshortit sigurisht i ndryshoi jetën totalisht, një formë tjetër e mënyrës së të jetuarit, sa ka arrit ai që të jetë po aq i fortë, ndoshta edhe sa ti, edhe të mësohet me një jetë ku do t'ja dal vetë, pa e pasur fort nevojë ndihmën e dikujt tjetër. Vërtet është shumë e rëndë me humb një pjesë trupit në aksident, po megjithatë edhe ai është
është shumë i fortë, me thonë. Është i pamvarur, edhe pse me 2 paterica vazhdon me bo aktivitet në fshat, e ka hap një dyqan të vogël, jo që ka shumë angazhim, sepse migrimi e ka bot veten, po në aspektin psikologjik ndihet mirë, vazhdon me ju ndihmu fëmijëve në detyra, për shkak se unë jam në angazhim 8-5 në punë, edhe vazhdon me na përkra, me na inkuraju që pavarësisht sfidave në jetë, na duhemi me vazhdu drejtimin. Do thot, kam pas një fat edhe në familjen e babës, një familje cila më ka mbështet shumë, pavarësisht krejt aty në sfidave, edhe na